Zoti Rama po vendos veten në barën e provës përballë shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Në një farë mënyre, kjo rezolutë e nisur nga Partia Demokratike, që pretendohet që në 90% e saj Partia Socialiste e ka miratuar rezolutën e Partisë Demokratike, është një lloj amortizimi që vetë Partia Demokratike i bën qëndrimeve kritike të Sali Berishës ndaj ambasadorit të BE-s, jo vetëm të ambasadorit të BE-s, por ndoshta edhe shumë ambasadorëve të tjerë, shpeshherë është i ashpër në gjuhën e tij. Pra ka një lloj amortizimi këtu në këtë situatë, apo përse e bëri Sali Berisha këtë, sepse unë dhe ti jemi të bindur që ai rezolutë nëse është bërë totalisht me miratimin e Sali Berishës. Pra nuk është dikush nga grupi parlamentar i PD-s që doli dhe e bëri në mënyrë të veçantë. Pra ka kaluar fillimisht te Sali Berisha. Me një moment që ti mund ta kujtosh çfarë lehtë dhe ka të bëjë me faktin se pak muaj më parë, Berisha vendosi që të mos kishte pjesëmarrje në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Territoriale. Pati një diskutim dhe deputetët e opozitës të Partisë Demokratike në këtë rast këngulën për të kundërtën dhe mori pjesë. Pra, nuk është thjesht një ultimatum që vjen nga Berisha, apo është ai strumullari i raportit të forcave brenda opozitës në këtë moment. Të paktën unë kështu e shoh. Sigurisht dialektika që mund të jetë zhvilluar me ambasadorët mund të ketë një raport me qëndrimet që zoti Berisha përfton nga informacioni që vjen nga jashtë, por nuk do thotë kjo që procesi integrimi dhe veprimi i PD-s në institucion të jetë i ndërvarur me këtë lloj konfliktualiteti që mund të jetë shfaqur për shkak të pakënaqësive apo keqkuptimeve. Se për shembull, nëse ne duam të trajtojmë çështjen e asaj që gjerësisht njihet si ngecje e raportit, miratimit të raportit të IBAR, dhe për shkak të faktit publik që ne dimë që është kryesori dhe është vota kundër e PS-s në parlament për çështjen Balluku. Të faktuar këtë nuk e kemi. E kemi të pretenduar. Po të jap një raport nga një media që nuk është shqiptare, është Radio Europa e Lirë me burimet e tyre, kështu që nuk është diçka që vjen nga kazani jon, siç ka qenë ta quaj kryeministri. Pra është diçka që është përtej nesh. Dhe kjo ka bërë që të ketë keqkuptime në perceptimin e rrugtimit të negociatave. Sigurisht negociatat në një farë mënyre nuk mund të quhen asnjëherë të mbyllura, për shembull nuk janë të mbyllura as edhe për Serbinë, që në muajin janar bëri një ndërhyrje brutale në sistemin e drejtësisë, por nuk do thotë që procesi nuk vazhdon, se ti mund të negociosh për 10 gjëra njëkohësisht, për sigurinë ushqimore, dhe për vite madje. Dhe për vite, dhe kjo mund të heq nga fjalori fjalën bllokim, por de facto kjo është diçka reale dhe disa pjesëtar të le ta themi kështu burokracisë europiane mund të shprehen pozitivisht, por në fakt ne kemi një realitet që nuk pasqyrohet siç duhet ndoshta në komunikimin publik, dhe kjo krijon tensione politike. Megjithatë, unë e shoh të shkëputur, domethënë nuk është çështje e Berishës personale, e di pse mbi të gjitha prej 2013-s Partia Demokratike ka patur një qëndrim konstant në raport me ligjet që përkojnë me integrimin evropian. Ka thënë që në çfarëdo lloj rasti ne do t'i votojmë ato. Dhe kështu ka bërë, duke opozicionuar, duke opozicionuar në një farë mënyrë edhe kundër sjelljes së mëparshme të zotit Rama në opozit, që për diçka që është bërë e famshme tani, për qarkun e Fierit, dhe nuk jepej miratimi për 3 ligje që mbajti pezull statusin kandidat për disa vite, duke na humbur kohë nga koha që ne do duhet të kishim ecë përpara. Kjo prej vitesh është zhvilluar. Njëre ka pas faj në opozita e sotshme në qeveri, dje e kishte opozita e sotshme në qeveri, ka pasur shpeshherë përplasje. Ka një kontradikt në përgjithësi, domethënë palët kanë animozitet sepse sigurisht bëhet fjalë edhe për përfitime politike në syrin e opinionit publik, kush është ai flamurmbajtësi. Megjithatë, ai është një shembull konkret. Me thënë, ne mund ta kishim fituar statusin kandidat në 2012, ne fituam në 2014, në 2 vite kohë, të cilat përkuan pastaj me ndryshime politike në vendet anëtare që prodhuan ngadalësim në perceptimin e kësaj që u quajt më vonë lodhja nga zgjerimi. Kështu që diçka që duhet të mësojmë të bëjmë është të japim përgjegjësitë atyre që e meritojnë. Okej, Gjinte. Partia Socialiste që e ka planuar këtë rezolutë,
çfarë përfiton ajo në vetvete? A mund të pretendojmë apo të dyshojmë, të hamencojmë që pas kësaj marrëveshje, që deri diku ishte surprizë ky bashkim votash, në të ardhmen mund të kemi një bashkim votash për reforma të rëndësishme, sepse kemi në pritje reformën territoriale, më pas kemi reformën zgjedhore, por ndoshta mund të kemi edhe ndryshime të ligjeve të drejtësisë. Partia Socialiste në radhë të parë fiton mundësinë që të heqë një nga detyrat e shtëpisë të vendosura nga Parlamenti Evropian. Pra atë të polarizimit të brendshëm, 1-2 pengimeve që u bëshin institucioneve vendase. Fiton dhe një kohë të përshtatshme për të përcjell një mesazh në Bruksel që u ul tensioni, kështu që na jep një diçka pozitive në këmbim. Gjë që në përshtypjen time nuk do të ndodhë, sepse i bari nuk lidhet në këtë moment, ngecja lidhet me shtetin e së drejtës, nuk lidhet me polarizimin politik. Por për sa i përket asaj që na pret në vijim, për çështjen e reformave që janë detyrimi dhe ato, sepse mbi të gjitha reforma zgjedhore është një kusht, edhe që është vendosur, e tha dhe zoti Gonzato këto, është vendosur tek themeloret, pra që është diçka që duhet trajtuar me prioritet, sepse pengon, është pjesë e paketës së gjërave që ne duhet bëjmë për të ecur përpara, sepse aty në atë raport, siç